Mirë se ritakojmë sërish në emisionin e takimin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë, dhe devotshmëria nuk ka kuptim pa qëndrueshmërinë në parimet islame, nuk ka kuptim pa një besimtar të qëndrueshëm në fenë e tij. Por çfarë nuk kupton qëndrueshmëria në fe? Cilat janë ato parimet kryesore dhe bazike që duhet të ketë besimtari në qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e tij në fenë dhe besimin që ai ka? Për gjitha këto do na flas hoxha i nderuar Ramil Sherifi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Hoxh, nëse flasim për qëndrueshmërinë në fenë islame, çfarë nuk kupton ajo? Cilat janë ato parimet themelore kryesore të qëndrueshmërisë që besimtari duhet të ketë parasysh dhe ta krahasoj her pas here veten, a është i qëndrueshëm apo i luhatshëm? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. E falenderojmë të madhin Allah, për shëndetit dhe selamet tona ja dërgoi Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se tema qëndrueshmërisë është temë jashtëzakonisht e gjerë, e cila kërkon diskutim gjerë dhe kërkon sqarim kogjo të madhe dhe të mirë, për arsye se është një temë e cila ndikon shumë si për botën e dynjas, për këtë dynja, si për ahiretin e njerëzit. Tema e qëndrueshmërisë është temë jashtëzakonisht e gjanë, edhe kuptimi i saj i përgjithshëm është shumë i madh, që bëhet fjalë për qëndrueshmërinë e parimet islame, si në urdhra, si në ndalesa. Mirë po ajo në cilën e kanë kufizuar disa nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose nga dietarët e mëdhaj, e që në këtë rast do të cek 4 khalifet e mëdhaj, që në Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, të cilët e kanë përkufizuar qëndrueshmërinë duke thënë se sipas Abu Bekrit qëndrueshmëria është të qëndruarit në tauhid. Pastaj kjo çështja e tauhidit është çështja e gjerë që përfshin tauhidin në rububiyetin e Allahut, në krijimtarinë e Allahut azza wa jall, gjithçka që Allah azza wa jall ka kriju, sundimin e tij edhe këto çështje tjera. Po të njëjtën kohë tauhidit të cilën e ka përkufizuar Abu Bekri përfshin tauhidin uluhia, që ka të bëjë me qëndrueshmërinë në adhurim ndaj Allahut te bareke ve teala. Po të njëjtën kohë ka të bëjë edhe në qëndrueshmërinë në emrat dhe cilësitë e Allahut të Madhërisht, që pastaj kjo qëndrueshmëria në emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala i jep edhe forcë, edhe i jep një dimension, i jep edhe një përkufizim edhe më të plot gjithë asaj që ishte më herët, për arsye se çdo burim në krijimtarinë edhe në çdo besim në krijimtarinë dhe bindje në krijimtarinë Allahut azza wa jalla, dhe në qëndrueshmërinë në krijimtarinë Allahut azza wa jalla me besim të plot, pastaj në ibadetet ndaj tij, pastaj duke ditur emrat e tij, që në emrat e tij ka emra të ndryshëm, si furnizuesi, si ka emra shëruesi, të cilat kanë bojnë, domethënë e përforcojnë njerin në këto dy të parat. Andaj ky është përkufizimi i Abu Bekrit, domethënë tauhidin në përgjithësi. Kurse Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka përkufizuar duke thënë se qëndrueshmëria është me ju përmbajt urdhrave të Allahut dhe me u largu nga ndalesat e Allahut te bareke ve teala. Uthmani radiallahu ta'ala anhu ka thënë, thotë qëndrueshmëria është sinqeriteti i njerit ndaj Allahut te bareke ve teala. Që njeri të jetë i sinqert me Allahun e Madhërisht në punët e tina, në veprat e tina. Kurse Aliu radiallahu ta'ala anhu dhe Ibn Abbasi kanë thënë se qëndrueshmëria është me kry njeriu farzët e Allahut të Madhërisht. Farzët e Allahut të Madhërisht. Andaj çdo gjë që ka urdhëruar Allahu azza wa jall, e që në përgjithësi të gjitha kanë të bëjnë me parimin kryesor, qëndrueshmëria në fenë e Allahut, si ke në fjalë, si ke në vepra, apo si ke edhe në qëllim. Pra feja është gjithjeta në një farë mënyrë dhe besimtari duhet të jetë në gjitha aspektet e jetës, ose s'paku të mundohet të jetë i qëndrueshëm. Gjithsesi. Domethënë çdo aspekt jetësor, për arsye se feja nuk është diçka i përkufizuar në një pikë të caktuar. Feja është gjithçka. Feja është për gjithçka. Në çdo moment, në çdo kohë, njeri do të më qenë stabil dhe do të më qenë i qëndrueshëm në të gjitha kohrat dhe në gjitha kërkesat, urdhat edhe ndalesat
të cilat na jep Allahu Azza wa Jall nëpërmjet fesë të Islamit. Ndërkohë, duke qenë se ju referuat sahabëve dhe atij brezi që e jetësoi më së miri qëndrueshmërinë, duke patur parasysh dhe atë brez, sa flisin ata për qëndrueshmërinë? Pra, është një temë që duhet vazhdimisht të trajtohet, të përkujtoj njeriu gjithsecili veten e vet apo të rrethin ku është, apo është një temë që kryhet një herë dhe nuk ka nevojë që të përsëritet mirë të vazhdueshme? Gjithsesi, kjo është temë që do të jetë e përsëritur çdo ditë edhe në mendjen e njerëzit, po jo vetëm në vetveten e një personi, po do të jetë temë e cila do të jetë temë diskutimi çdo ditë mesin e njerëzve. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po para sahabëve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i këshillonte shokët e tij, i mësonte, i udhëzonte që të bënin sa më shumë vepra të mira me qëllim që ata të qëndronin në këtë fe të Allahut te bareke ve teala. Dhe sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këshilloheshin nërmës veti. Nëse dikush e sheh të tjetrin që është duke bërë diçka të cila mund ta çoj ose mund ta dërgoj drejt lajthitjes, ata këshilloheshin nërmës veti. Pra tema qëndrueshmërisë është temë që sinqerisht do të bisedohet dhe do të jetë aktive në mesin e besimtarëve çdo ditë, në çdo çast, në çdo moment dhe në çdo vend. Përndryshe, nëse kjo nuk bëhet diçka e tillë, sfidat, koha në për cilën po kalojmë, rrethonat në për cilat ne po kalojmë si besimtar, këto shumë mund me ndiku keq që njeri Allahu na ruaj ndoshta edhe mos me qenë i qëndrueshëm në ato parime të cilat Allahu na ka urdhëruar dhe na ka kërkuar prej neve që të qëndrojmë në to. Pra është kohë që sfidohen parimet e gjithë secilit për nesh, pavarësisht nëse ka shumë vite në praktikimin e fesë, apo është fillestar, është i vjetër apo është i ri, pra të gjithë jemi të sfiduar dhe të sprovuar në këtë aspekt. Gjithsesi, bile këtë e vërteton edhe i jep edhe rëndësi edhe më të madhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë askush prej jush ose askush prej nesh nuk do të hyjë në xhennet përveç se me rahmetin e Allahut te bareke ve teala. Kan thonë ja Resulullah, as ti, ka thonë asun përveç se nëse Allahu më mëshiron me mëshirën e tina. E Allahu kur të mëshiron me mëshirën e tina, ai ta mundson me qenë i qëndrueshëm. Pastaj nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë diçka të tillë, atëherë këtu do të thonë jashtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as që bëhet fjalë as për asnjë profesion ose për asnjë personalitet e kështu me radhë. Të gjithë njerëzit janë në sfidën e lajthitjes. Të gjithë njerëzit janë në sfidat e lakmisë ose për të largu nga ajo të cilën Allah na ka porositur. Zaten kjo bëhet edhe për shkak të dunjas që na është afru, mirësive materiale, mirësive çështës dunjas të cilat na janë afru, po të njëjtën kohë nën sponsorizimin gjeneral të djallit mallkum, shejtanit mallkum, i cili misioni i tij është 24 orësh që ata të cilët janë në rrugt të Allahut azza wa xal bashkë t'i largojnë nga qëndrueshmëria. Në rrugën e Allahut azza wa xal. Edhe kjo ka ndodhur edhe në kohën e sahabëve, kur për shembull dikush prej tyre në çastet e fundit të jetës i është shqiptuar shahadeti, e këtë dini rastin kur i është shqiptuar njërit prej dietarëve të mëdhenj shahadeti dhe edhe ka thonë jo në çastet e fundit, thotë masi është kthjell, mas andej edhe ka qenë i smut, kanë thonë familjarët, jënë habit me madhështinë e tij, është Imam Ahmedi rahmetullahi alejh. Jënë habit me çfarë dietari jetën e tij ka kaluar në ibadet, në adhurim, në sprovat ndryshme të cilat ka kaluar Imam Ahmedi, megjithatë pse në çastet e fundit ai më thonë jo. Masanej ka thonë, thotë merr dhe shejtani, thotë më thoshte o Ahmed më shpëtove. Do të thonë më shpëtove nga lajthitja, më shpëtove nga largimi edhe nuk mujta me tek prej qëndrueshmërisë në rrugën e Allahut. Pra shejtani synon këtë luhatjen e vazhdueshme derisa pastaj luhatja
të jetë derë për devijimin total të besimtarit. Gjithsesi, kjo është një prej pikave kryesore prej cilave besimtarët duhet me pas frikë. Kërkuj djalli i mallkuar, kërkuj nuk e shkon një 5 vaktlie të namazit, nuk i shkon ditën e parë dhe më thon lej 5 vakte të namazit sot. Një njeri që është mësuar me agjëru të hanën e të ejtën, është mësuar me agjëru agjërim nafile, ditët e bardha apo gjëra tjera. Shejtani i mallkuar nuk shkon me një herë atij me i thonë që dosh mi lën këtë agjërim me një herë. Ose nuk shkon me i thonë për shembull a le Ramazanin me një herë. Po gjithçka duke u mundu që ndoshta në pikat që ti hiç nuk beson që mund taj me dëpërtu të ti, që atëherë haj dëpërton edhe sfidon qëndrueshmërinë tënde ka shi fesë Allah të barë. Pra dhe ajo vetë siguria që unë jam i paluhatshëm është ndoshta prej kurtheve të shejtanit. Po, edhe kjo gjithsesi, bile prej kurtheve më të mëdha. Bile prej kurtheve më të mëdha, për arsye se kërkush nuk është i sigurt në vetveten e tina. Kërkush nuk është i sigurt në vetveten e tina. Dhe këtë çka po e them unë, para se me qenë këshill për të tjerët, ndoshta është këshilla më e madhe që mund t'ja bëj vetvetes. Për arsye se unë mund t'i këshilloj tjerë për qëndrueshmërinë, pas një prej neve nuk jem të sigurt. Përveç se me mëshirën edhe me përforcimin e Allahut te bareke ve teala. E kështu që bile kjo është një prej dyrëve më të këqija në cilën mundet me hi shejtani kur njeri i thot vetvetes se unë mirë jam, unë s'kam kur gjë të keqe. Unë jam të hec në rregull karshi Allahut te bareke ve teala. Pikë tjetër që na motivon për të qenë të qëndrueshëm shpesh është përfitimi që marrim nga kjo qëndrueshmëri. Çfarë përfiton besimtari më së shumti nga stabiliteti dhe qëndrueshmëria në fenë e tij? Gjithsesi, Allahu i Madhërisht në Kur'an ka thënë innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaika. Ata të cilët thojnë besuam Allahun, pastaj qëndruan në atë që thanë. E besuan Allahun azza wa jall, mirë po i qëndruan besnik thënieve të tyre. Tatanazzalu alehimul malaika alla takhafu. Allahu xhalla xhelaluhu ju dërgon melek, të cilët i bojnë ata mos me ndi frikë, mos me undi të friksuar. O la tahzanu, mos me uni të mërzitun. Mos me uni të mërzitun. Që kjo është një prej mirësive jashtëzakonisht edhe nimeteve dhe begative të Allahu xhalla xhelaluhu kur ti vete nuk e nin të friksuar përderisa je i mbështetur me urdhrat, me kërkesat e Allahut, je i mbështetur me Kur'anin, je i mbështetur me ibadetet, je i mbështetur me besimin që ke në Allahun e Madhërisht. Po të njëjtën kohë është ndikim jashtëzakonisht i madh edhe në çështjen psiqike. Alla takhafu wala tahzanu. Mos u mërzitni dhe mos u friksoni dhe mos u mërzitni. Mos u friksoni dhe mos u mërzitni. E çka i shkakton shumë probleme në mesin e shoqërisë sot, përveç se frika se nuk po bëj kët, frika se nuk po arri kët, ose mërzia, e cila është një prej dyrëve jashtëzakonisht të këqija për me arrit në prishjen e personalitetit njeriut e në mënyrë të veçantë në personalitetin e besimtarit. Andaj dobit janë të shumta të cilat i ka cikë Allahu azza wa jalla në Kur'an, i ka cikë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po një prej ajeteve që po e cikë është innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Edhe qëllimi kryesor, pika kryesore, dobia kryesore ose targeti kryesor që do të me pas çdo besimtar dhe mendoj që e ka çdo besimtar është me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall, i cili është premtim e Allahu azza wa jall, nuk e thënë gjithsesi premtimin e tij. Pra një jetë pa frikë dhe pa mërzi në jetën e kësaj bote është një xhenet në jetën e kësaj bote. Gjithsesi. Dhe gjithashtu përmes saj arrihet xheneti i përjetshëm. Pra besimtari përmes kësaj arrin dy xhenetet të kësaj bote dhe të përjetësisë. Po kjo është mirësia e qëndrueshmërisë në fenë Allahut azza wa jall. Kjo është mirësia e qëndrueshmërisë në fenë Allahut. Për arsye se ti kur je qëndrueshëm në fenë Allahut azza wa jall, e merr jetën me rahati, e merr jetën me relaks, e merr jetën duke qenë i bindur se vetëm se ajo çka e ka caktuar Allahu dhe çka e ka bëu Allahu për ty,
që ajo ka me qenë gjëja që mas shumë ti ka me të knaqë. Edhe nëse arrite dynjan me marë, nëse nuk është në knaqësinë me Allah Azza wa Jall, kjo nuk arrin me të knaqë asnjëherë. Po kur ti je tani i knaqur në këtë botë, je i knaqur me Allahun, me urdhrat e tij, me porositë e tina, ndalohesh nga ato që ka ndaluar Allahu, ose mundohesh me bë maksimumin me ik prej atyre të cilat Allahu ka ndaluar, për arsye se na si njerëz nuk ka mundësi në asnjë formë të ikmi të gjithave, po mundohemi me bë maksimumin. Ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë istaqimu wala tuhsu, ka thonë bëhuni të qëndrueshëm në fe, po mos u mundoni që keni me arrit gjithçka, domethënë për me qenë të përkryer në fenë Allahut Azza wa Jall. Për me qenë të përkryer në fenë Allahut Azza wa Jall, për arsye se kjo nuk arrihet në asnjë formë. Pra, mundohuni të jeni të qëndrueshëm, po mos krijoni iluzionin se do bëheni perfekt në aspektin e besimit. Pra vazhdimisht do ketë mangësi dhe kjo me sa duket do jetë betejë që nuk do ndalet kurrë. Po, kjo është pikërisht edhe të njëjtën kohë kjo është një ndihmë edhe për ata të cilët nuk mujnë me gjetë veten me u pendu për çfarë arsye, vallahi ne po pendona be po rap po kam gjinoa, kështu që nuk po bëjmë të nejt Allahut besnik, çka po vazhdoj me atë temën. Vallahi Allah Azza wa Jall na ka kriju për të gabu, na ka kriju për mos me qenë të përkryjm. Allah na ka dallu për me lejkeve të tina, për me lajkeve të tina. Me lajket i ka bu pa mëkate, kurse neve na ka kriju që të bëjmë mëkate, që të qëndrojmë Allahut besnik në dashurinë ndaj tina, me lutje ndaj tina, edhe të kërkojmë prej tina që të na forcojnë në fenë Allahut Azza wa Jall, edhe pastaj kjo është një metodë ose një mënyrë ose një çels për gjithë ata të cilët vallahi po gjunohe, është e natyrshme na jena për të bëjë gjunohe, po të bëjmë maksimumin që mos me bëjë gjunohe të cilat ndoshta për shembull edhe nëse ti vetë pendohesh, e sheh që ka me të brejt gjatë ton jetës në zemrën tënde pse ke po filonin të caktuar. E kurse gjunat më të mëdha janë për shembull me lënë urdhrat e Allahut të Madhërisëm që janë urdhra kryesore, siç është namazi, agjërimi e të tjera, ose për shembull Zoti na rujt mos me qenë i bindur në besim në Allahun Azza wa Jall, mos me qenë i bindur në fshehtësitë e Allahut, mos me qenë i bindur në premtimet e Allahut që i ka bërë për botën e tjetër e kështu me radhë. Ndërkohë nëse marrim modelin më të mirë të qëndrueshmërisë në fe, që ishte modeli profetit Muhamedit alayhis salam, pastaj dhe brezit që ai edukoi sahabët, si reflektoi qëndrueshmëria tek ta, pra si i jetësonin, cili ishte modeli i qëndrueshmërisë në fenë islame. Gjithsesi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne dim që ka qenë njeriu më i dashur i Allahut Azza wa Jall sipërfaqen e tokës. Ka qenë njeri i cili po t'i thonë të Allahut Azza wa Jall, ose po të kërkonte nga Allah Azza wa Jall, gjithçka që të dëshironte të kërkonte, Allah do t'ja realizonte. Do të gjunohet e tina sa i përket raportit me Allahun Azza wa Jall, na dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas kësi gjunohe sa i përket raportit me Allahun Azza wa Jall. Përkundër asaj, edhe pse ishte me gjunohe të falura, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam falej tërnatën, apo? Falej tërnatën, kur e pyeste Aisha pse ja Rasulullah, derisa e ndeshin komt. Kur e pyeste Aisha pse ja Rasulullah, fela ekunu abdan shakura, a mos tim falendërues ndaj Allahut Azza wa Jall. Falënderimi ndaj Allahut xhela xhelaluhu është falënderim edhe për qëndrueshmërinë në dinin e Allahut Azza wa Jall. Andaj nëse këtë ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka qenë shembulli më i miri në rrezullin toksor. Pastaj sfidat në për të cilat ka kaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sfidat në Mekë, duke filluar nga sfida e njerëzve të cilët pas një kohë kur e njihnin si njeriu më besnik në Mekë, një numër i madh jashtëzakonisht u kthyen kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa ishte më i sinqerti i Mekës, u kthyen kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, një problem jashtëzakonisht i madh. Një presion i madh për të luhatur për të luhatur. Ja Rasulullah, kur erdhën edhe i thanë, o Muhammed,
Kur erdhën kurajshit të migja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i thanë: "O Muhammed, nëse don po t'japim këtë, nëse don po t'japim këtë, nëse don po t'japim këtë, po të bojna mbret, nëse don po të martojna me gruan më të bukur, po ta japim pasuninë më të madhe të Mekës." A nuk ka qenë kjo sfidë për lajthitje? Ose Zoti na ruaj për mos më qenë i qëndrueshëm në parimet të cilat kishte marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka qenë një sfidë e madhe. Pastaj vdekja e migjës, vdekja e gruas, vitet e pikëllimit, që kanë qenë vitet e kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u bojkotua nga banorët e Mekës, 3 vitet cilat ishin jashtëzakonisht të rënda për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pikëllimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i vdiq xhaxhai i tina, Abu Talibi. Pra profeti sallallahu nuk është luhatur asnjëherë në historinë e tij pavarësisht situatave. Nuk është luhatur pavarësisht situatave. Kanë me të hek prej Mekës. Xhaxhai i Khatijës i tha, kanë me të hek prej Mekës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam muhabet në një farë forme çka kumbo, onë që do të më hek ata prej Mekës. A fa mukhrijihum, që zbrodha prej Mekës kanë më hek? Atëherë tha Buhejra, tha, nuk ka një njeri, tha, që ka ardhur me diçka me cilën ke ardhur ti, përveç se ka me u përballu me këto sfida. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dul prej Mekës, dhe kur dul në kodrat e Mekës tha, vallahi tha, nuk ka vend më të bukur, më të dashur për mua. Pra u largua nga Meka, po nuk u largua nga parimet e tij. U largua nga qyteti, nga vendlindja e tij, nga vendi ku ishte rrit. U largua nga vendi baballarëve të tina. Mirë po, parime fetare, besimi në Allah është besim që nuk duhet të futet në peshore me asnjë vepër tjetër. Po që bëmi shkuti shumë të shkurtër dhe kthehemi sërish bisedës, në shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim për qëndrueshmërinë në fe si kryetema së paku siç e ka trajtuar Hoxha në pjesën e parë, pra çdo kush për nesh duhet të përkujtojë veten dhe të ketë kujdes sepse vazhdimisht jemi të sfiduar nga qëndrueshmëria. Hoxha, nëse kthehemi në kohët e sotme, në ditët e sotme, a mund të përmendim shembuj, raste, duke qenë se shpesh tek ju vinë dhe xhamatli që diskutojnë shqetësime edhe problematika, a kemi raste të vazhdueshme dhe të shumta të njerëzve të cilët sprovohen në këtë aspekt? Ne si imam xhamive përballemi me njerëz të ndryshëm, përballemi me sfida të ndryshme me të cilat përballen njerëzit. Tani gjithsesi elhamdulillah pe Allahut ka dashur Allahu i madhërisëm që në përgjithësi populli ka kuptuar që në shumicën e rasteve zgjidhja e shumë problemeve bëhet vetëm nëpërmjet xhamisë, nëpërmjet hoxhës, nëpërmjet mësimeve dhe besimit islam. Edhe Allah azza wa jalla në fakt ka thonë afa hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mendon njerëzit që të thojnë ne kemi besuar dhe të mos provohen. E tash sa i përket shembullit të qëndrueshmërisë në ditën e sodit ose në kohët e sodit, gjithsesi se ka shembuj shumë. Për arsye se përderisa të je besimtar, je musliman, do ta kuptosh një çështje. Je në luftë me dikon që është përbetuar Allahut se do të jetë armiku i ashpër deri në kiamet kundër çdo besimtari, që është djalli i mallkum. Po të njëjtën kohë të je pastaj edhe në luftë ose je në përballje të ashpër edhe me ata njerëz të cilët jeta tyre nuk mund të përshtatet me këshillat që ti u jep. Me jetën që ti e bën, me thirrjen që ti e bën. Kemi u përballu edhe me këta njerëz. Edhe kur ti flet, urdhëron, këshillon për të mirë, gjithsesi se ka me dalë dikush i cili ose ti ke me një veten keq, ose ai ka me të ofendu, ose kemi u përballë me gjëra të ndryshme. Edhe ka njerëz që po sprovohen shumë. Për shembull, një prej sprovave të cilat sot e përjetojnë besimtarët është kur dikush udhëzohet në Islam,
edhe fillon me namazin, fillon t'i përkushtohet dinit të Allahut Azza wa Jall, edhe papritmas ballafaqohet me dikon që i ka të njëjtat gjëra. E ka namazin, e ka agjërimin, mirë po ndoshta Zoti na rujt mundet me qenë i vrasht, mundet me qenë ndoshta i ashpër në gjuhën e tina, mundet me qenë ndoshta jo adekuat, mundet me qenë në gjuhën e tina, mundet me qenë lëndus në gjuhën e tina, mundet me qenë në sjelljet e tina diçka që ndikon keq tek të tjerët, ndikon keq tek të tjerët, sidomos tek besimi i këtyre të cilët udhëzohen do të thonë në kohra të hershme, ose që më thonë që janë të rinë në fe. Që janë të rinë në fe, po. Pra një besimtar, po themi gabimtar, bëhet sprovë ndoshta për ata të cilët janë në hapat e para të fesë. Bëhet sprovë dhe bëhet sprovë shumë e madhe. Sidomos në raporte ndërnjerëzore ku njerëzit preken shumë në aspektet financiare apo të korrektsisë apo të ndershmërisë. Ajo pikërisht. Bile janë disa raste kur ka ardhur dikush edhe ka thonë hoxh, na ja u kena leju me i fal namazet për shembull në fabrikën apo punëtorin ku punojnë. Mirë po fatkeqësisht ata në vend që me kry namazin, ose disa për shembull e kanë kry namazin, po përveç që e kanë kry namazin, e kanë keqpërdor kohën, Tu është dhënë mundësia me fal një fars, fale farzin. Po mos u mundo ti që tash për shembull me bë diçka që ndoshta kur nuk e bën në jetën e përditshme. Siç thoshte njëri tha, ja dhosha mundësinë me fal namazin, kur shkoj me marr avdes, u vonoj ke 30 minuta ose 40 minuta u vonoj ke në avdeshane për me marr avdes. Edhe çka kjo tani ndikon keq te personi i cili ndoshta ai ka filluar me islamin, me dashur islamin, ka filluar me praktikuar islamin, po sfida për të qenë i qëndrueshëm në fe mund të më bëjë shpesh sebeb jeta jonë e përditshme ose sjellja jonë si besimtar vet. Pra pritshmëritë e njerëzve janë që për fetarin ta gjejnë korrekt, ta gjejnë të ndershëm, ta gjejnë të çiltër, dhe nëse nuk i gjejnë këto, zhgënjehen dhe ndoshta largohen nga shumë i madh. Shkënimi është i madh. Kur ti e pret dikon që nuk beson që ai mundet me ta kthy shpinën, mundet me të zhgënjë në diçka të caktuar, edhe pikërisht tek ai njeri ti zhgënjehesh, kjo tani është një sfidë e madhe për qëndrueshmërinë në fe. Po sfidë e madhe. Ndërkohë shejtani, siç ju thatë, ka qenë është i përbetuar që ti sfidoj dhe ti sprovoj të gjithë besimtarët. Jo vetëm në ditët e sotme, po edhe brezat e parë dhe brezat e ardhë. A kemi shembuj nga koha e sahabëve se si shejtani ndoshta ka arritur t'i sfidojë dhe t'i sprovojë e besimtarët edhe të asaj kohe? Po. Pikërisht është një rast në një nga betejat e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, kur në një njeri po luftonte me armiq ball për ball pa pikë të frikës. Ishte kur e shihnin shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, u habiten me punën e tina. Perspikaste për guximin e tij. Për guximin e tina, për trimërim i parin në front. Mirë po në momentin kur ai person mori ca lëndime në trupin e tina, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi sahabeve, pa ky person do të jetë në zjarrin të xhenemit. Ishte gjë e rëndë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri në vijën e parë të frontit luftës, që aty i pet shpirti, një trimëri e paparë më herët nga dikush tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë ky person do të jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit. Atëherë u habeten edhe njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha bash do ta përcjelli. Do të kujdesem të shikoj deri në fund pse e ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ata ishin të bindur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thonë edhe për skoti. Po çka në momentin kur ai mor disa plagë në trupin e tina, çfarë bëri? E ktheu shpatën nga dhimbjet që i kishte prej plagëve, e ktheu shpatën dhe e nguli në trupin e tij, edhe bëri vetvrasje. Që thotë çdo kush është
do të ketë merak për qëndrueshmërinë e tij, sepse edhe nga koha e sahabëve gjejmë shembuj. Sahabëve dhe plus rastiron, nëse neve na godisin sprova të vogla, do thonë, paramendoja në luftë është godit me prerje, me gjonat ndryshme, Zoti na ruaj, të cilat nuk ka mujt me i duru dhimt, mirë po. Pra s'ka qenë i qëndrueshëm në kaderin dhe atë që Zoti kishte caktuar. Allah ka dashur për to dhe ka bërë vetvrasje. Disa metoda, disa mënyra, disa këshilla që na ndihmojnë në qëndrueshmërinë tonë. Po Allah nderuam, metoda kryesore pikërisht është duaja. Me lut Allahun azza wa jall. Bile prej lutjeve më të shpeshta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte në sejdë ishte Allahumma ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O përforcuesi zemrave, me përforco zemrën në fenë tënde. Do të më lut shumë Allahun azza wa jall për këtë çështje. Do të më lut shumë. Çështja tjetër është me u mundu njeri sa më shumë me kry ibadete. Kuptohet namazet, as që diskutohet kjo çështje, po me kry diçka që janë edhe jashtë farzave. Qëndrueshmëria në xhami ose lidhja me xhamin e që në fakt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që një njeri që është i lidhur me xhamin, përfundimi i tij do të jetë në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit. Në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit. E përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ai do të jetë në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit, kjo do të thotë se ai do të qëndrojë, do të jetë i qëndrueshëm deri në frymën e fundit në këtë dynjë. Për ta merituar hijen e Allahut te barekuhu teala në ditën e gjykimit. Andaj, lidhja me xhamin, namazin, agjërimi vullnetar, sadakaja vullnetare, veprat ndryshme që ka mundësi njeri me bë gjatë jetës tij do të ishte mirë sa më shumë, duke mos kursyer asgjë në këtë aspekt, leximi i Kuranit, qëndrueshmëria me shok të mirë, me njerëz të mirë, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El-mar'u ma man ahab", ose el-mar'u ala dini khalili, njeri është në fenë e shokut të tij. "Falyanzur ahadukum man yukhalil", thotë në ta shikoni se cili prej jush se ko po e merrni për shok. So njeri sot ka deviju për shkak të shoqërisë. So njeri është lajthit nga feja Allahut azza wa jall për shkak të shoqërisë. Për shkak se shoqëria nuk e ka pas në rregull. Shoqërinë e ka pas tillë që nuk ka pas ky mes çka me u përforcu. E nëse shoqëria nuk e këshillon njëri tjetrin, nëse nuk këshillojnë njerëzit me njëri tjetrin, edhe nuk i shoqëritarit është problem me qëndru në fenë Allah te bareke ve teala, kuptohet mas gjitha atyre që thash më herët, e që pika kryesore është duaja, me lut Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall mos më na i marr shpirtin vetëm se duke qenë i kënaqur, edhe të bindur, edhe të dalmi me fjalën la ilaha illallah prej kësaj dynjaje. Dhe në përfundim hoç një këshill për qëndrueshmërinë, që qëndrueshmëria të jetë ashtu siç e do Zoti dhe jo thjesht siç shpesh ne krijojmë ato bindjet tona ose iluzionet tona që ndoshta nuk janë dhe të sakta. Po. Është një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë njëri nga sahabët kur i ka thonë ja Rasulullah, thotë njëri nga shokët e tij thotë ja Rasulullah, thotë më mëso thotë një fjalë për të cilën nuk do ta pyes askon më pas teje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besoj Allahun, pastaj qëndro në atë çka ke thonë. Këshilla ime që mendoj që do ta ketë secili parasysh, edhe inshallah më bën dobi mua dhe të gjithë ata që më dëgjojnë këtë këshill është unë e kam një farë bindje, e kam një farë mendimi, nuk po du me egzageru, po ndoshta shqiptarët, populli shqiptar, trevat shqiptare, kur nuk kanë qenë më të bekum se në këtë kohë që janë me prezencën e këtyne kolozëve të majtë dietar e hoxhallar që i kemi në mesin tonë. Përgjithësi trevat shqiptare, po sidomos Kosova. Hoxhallarët tonë janë dritë. Hoxhallarët tonë janë pishtar, janë çka dush ty, edhe nuk është
nuk është pak që e kemi tash, nuk është pak. Do thonë, elhamdulillah, duke falendruar Allahun Azza wa Jall, sot nuk ka fshat, nuk ka qytet, kështu s'paku e kam një bindje, që nuk e ka një hoxh i cili është adekuat që me qenë zbashkur një xhamat me ta, edhe me mësu pitina, edhe me përcjell ato, edhe me marr prej tina mësime, edhe mos me ju ekspozu gjërave të cilat mund me lathit prej fesë Allahut Azza wa Jall. Këta djetarë që i kemë na sot në mesin tonë, në Kosovë, hoxhallarët tonë që i kemi pas edhe ma heret. Elhamdulillah pe Allahit, ata kanë qenë sebeb me na i pru fejen deri këto. Edhe prej mirësisë, ndoshta edhe sinqeritetit, edhe besnikërisë tyre ndaj Allahut Azza wa Jall, na sot i gëzojmë këta hoxhallarë të cilët kanë arrit kulmin në aspektin akademik, kanë arrit kulmin e arsimimit, duke arrit gradat më të larta të arsimimit, deri në doktoraturë kështu me radhë, ose më lart. Edhe një prezencë e hoxhallarëve të tillë, një prezencë e emisioneve të ndryshme televizive, një prezencë një televizioni si është ky televizion i PIS TV-s, për cilin e lutem Allahun te bareke ve taala, që çdo kush që veç mendon mirë për këtë televizion, Allah ja mundsoft që me qenë prej banorëve të xhenetit, atij dhe familjes tina. Andaj prezenca këtyre hoxhallarëve, wallahi billahi tallahi, nuk ka më begati më të madhe se sa një këshill më ia dhon secilit prej vëllezërve tonë, prej motrave tona, prej xhamatit tonë, për njerëzën përgjithësi, ndjekni hoxhallarët. Ndjekni hoxhallarët, qëndroni me ta, mësoni në për ligjëratat e tyre, prezantoni në për ligjëratat e tyre. Secili prej tyre që e ka një ligjërat, asgjë mos përfitofsh ndoshta në anën e dijes, elmit. Wallahi para prezencës hoxhës kemi përfitu një farlloj modestie, një farlloj devotshmërie, një farlloj shembulli të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë mendoj që jemi me një begati shumë të madhe këtu, përderisa i kemi hoxhallarë të cilët i kemi sot edhe i gëzojmë. Na përfitojmë çdo ditë prej tyre, mësojmë çdo ditë prej tyre. Këto emisione që ndëgjohen në këtë televizion, me të vërtetë pothuajse habitet njëri kur hyn me një market, kur hyn me një shitore, kur hyn me një vend që ty nuk mundet me të shku mendja se dikush është të përcjell televizionin PIS TV apo televizionin tjetër. Zoti shpëlbeft për këto këshilla, këto fjalë dhe për këtë inkurajim. Zoti nderoft. Allah nderoft gjithë dhe Zoti shpëlbeft për ftesën e lut Allahun të ketë dobi ajo që e thash për vete dhe për gjithë ata që ndëgjojnë. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Nërmiq, ky ishte edhe takimi i sotëm, pra folëm për qëndrueshmërinë, folëm për këto këshilla, këtë porosi, që kuptohet se betejë me qëndrueshmërinë është deri në frymën e fundit, kështu që gjithsecili për nesh ka angazhim, ka punë dhe ka sfida për ta mbajtur qëndrueshmërinë dhe për ta arritur në mënyrë të vazhdueshme, pasi shejtani është betuar që do ta dobësojë qëndrueshmërinë e gjithsecilit deri sa ta çojë në devijim. Zoti ju shpëlbeft për vëmendje dhe miru takofsh.